Lajme Flash në Albania FM Radio. Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Ju ftojmë të ndiqni lajmet e orës 16:30. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama, që në nisje të fjalës së tij ka qetësuar fqinjët se mbledhja e përbashkët nuk cënon kufij, duke theksuar se kufiri mes Shqipërisë dhe Kosovës është shumë i qartë dhe i patjetërsueshëm. Piknisja e një forcimi dhe modernizimi të shteteve tona, pasurimi të jetës sonë kulturore. Është e vërtetë që jemi më shumë se qytetarë të dy shteteve fqinje. I takojmë një kombi, një gjuhë e kulture të përbashkët, por nëse mbledhja e përbashkët bëhet arsye për trembje apo inkurajim për çdo që ka shqetësime në lidhje me vijat kufitare, dua të them se kufiri mes Shqipërisë dhe Kosovës është shumë i qartë e i patjetërsueshëm, u shpreh ai. Rama vlerësoi se kjo nismë është piknisja e një rrugëtimi të përbashkët institucional për zhvillimin e Shqipërisë dhe Kosovës, forcimin e ekonomisë, thellimin e bashkëpunimit, pasurimin e jetës kulturore të dy vendeve. Për udhëtimin e gjithë ekipit qeveritar ishte zgjedhur një autobus. Vetë kryeministri Edi Rama zgjodhi të mos komentojë paranisjes, por një deklaratë e shkurtër u bë nga ministri për zhvillim ekonomik Arben Ahmetaj. Në vijim ju ftojmë të ndiqni fjalën e zotit Ahmetaj. Mbledhja ka të dyja dimensionet, ka dimensionin simbolik strategjik, por edhe ekzekutiv sepse ka marrëveshje konkrete, të cilat janë hapa konkrete në hapjen e tregjeve dhe në bashkëpunimin ekonomik. Do jetë periodike sepse dhe çështjet edhe dinamika e zhvillimit rajonal kuptohet që kërkon mbledhje sa më të shpeshta. Ky është hapi i parë, sigurisht që integrimi ekonomik i luginës së Preshevës në një treg të hapur mbar shqiptar brenda zhvillimit rajonal dhe me synim zhvillimin e tregut të Ballkanit Perëndimor brenda Bashkimit Evropian, sigurisht që është një iniciativë shumë e mirë, është një hap i parë simbolik njerëzor gjithashtu. E në fakt më shumë se rëndësia e vendimeve që do të merren nga kabinetet, duket se mbajtja e një mbledhje të tillë ka rëndësi simbolike për të gjithë faktorin shqiptar kudo ndodhen, por edhe për vendet e rajonit e më gjerë. Adem Demaçi, edhe pse e ka vlerësuar të vonuar këtë veprim, ka thënë se mbledhja e përbashkët e dy qeverive është një hap i shkëlqyer drejt forcimit të dy shteteve. Meritën për këtë mbledhje sipas Demaçit e ka Edi Rama. Në këtë kontekst ai ka thënë se kjo mbledhje ka elemente edhe të bashkimit kombëtar. Ky është një lloj bashkimi kombëtar duke patur parasysh kohën dhe hapësirën në të cilën jetojmë, si dhe trendet ndërkombëtare në të cilët jemi duke shkuar, ka deklaruar Demaçi. Zëdhënësi i Asamblesë Ekonomike Botërore, të njohur me emrin Samiti Davos, njoftoi se më 22 deri në 25 janar ky samit do të mbahet në rajonin Davos të Zvicrës. Samiti ndërkombëtar Davos është një prej evenimenteve më të rëndësishëm në sektorin ekonomik të botës, pasi në të marrin pjesë shumë kryetar shtetesh, drejtor të kompanive të mëdha, ekspertë dhe dietar në fushën e ekonomisë. Deri tani nuk është bërë qartë lista e figurave që do të marrin pjesë në këtë samit. Samiti i sivjetshëm i Davos do të mbahet njëkohësisht me konferencën Gjeneva 2, kushtuar çështjes siriane. Konferencë kjo e cila do të zhvillohet më 22 janar në qytetin Montreux të Zvicrës, me pjesëmarrjen e funksionarëve të shumë vendeve, mes të cilave vendeve fqinje të Sirisë. Vlen të theksohet se në konferencën kushtuar çështjes siriane janë ftuar që të marrin pjesë shumë ministra të jashtëm, të cilët do të marrin pjesë edhe në samitin Davos. Një media ruse ka njoftuar se Edward Snowden, ish punëtori në NSA, posedon 7.1 milion fajle spionazhi dhe informacione të forcave ushtarake amerikane. Duke cituar agjencinë ruse të lajmeve, Zëri i Rusisë thekson se informacionet që posedon Snowden kanë të bëjnë me forcat ajrore dhe marinën amerikane. Ndërkohë që kanë mbetur më pak se 2 javë deri në konferencën e ardhshme ndërkombëtare të Gjenevës për paqe në Siri, sekretari i përgjithshëm i Organizatës së Kombeve të Bashkuara, Ban Ki-moon, u bëri thirrje të gjithë palëve për një zgjidhje politike. Shefi i OKB-s theksoi në mesazhin e tij në konferencën e parë për shtyp të këtij viti. U bë thirrje palëve ndërluftuese dhe të gjithë atyre që kanë ndikim në këtë palë të pranojnë se nuk ekziston një zgjidhje ushtarake për këtë konflikt dhe të punojnë për një zgjidhje politike që vën në zbatim dokumentin e dalë nga konferenca e Gjenevës. Sekretari i përgjithshëm i Organizatës së Kombeve të Bashkuara deklaroi se shpreson që të gjithë vendet që do të marrin pjesë në bisedimet e Gjenevës do të vinë me një vullnet të qartë dhe të fortë për të ndihmuar në avancimin e bisedimeve të paqes dhe ndaljen e dhunës që ka pushtuar Sirin për afro 3 vite. Të nderuar dëgjues, deri në fleshin e ardhshëm informativ miru dëgjofshim këtu në Albania FM. Por ne ju informojmë se për informacione më të detajuara ju mund të na ndiqni në faqen tonë të internetit gazetamendimi.com. Dëgjuat Lajme Flash në Albania FM Radio.